Parashikimi i tronditës për Dodi Al-Fayed. Zbulohet pas 30 vitesh letra sekrete e princesh Dianës. U zbulua pas 30 vitesh një letër prekse e princesh Dianës drejtuar fallxores së saj ku i shkruante: "Sa shumë i vlerësoj bisedat tona." Diana krijoi një lidhje të ngushtë me Rita Rogers, të cilën e vizitonte rregullisht për lexime pas prezantimit nga një mik i përbashkët në vitin 1994. Thuhet se princesha mori me vete të dashurin e saj, Dodi Al-Fayed, për të takuar atë disa javë para se të dy të humnin jetën në aksidentin tragjik në Paris më 31 gusht 1997. Rogers, e cila ishte gjithashtu e afërm me Sarah Ferguson, ish dukeshën e Yorkut, më vonë pretendoi se i kishte thënë Dianës se do të lidhej romantikisht me një burr të huaj me emrin që fillonte me D, pak para se ajo të fillonte lidhjen me Al-Fayed. Kjo bëri që Dodi të dëshironte të takonte Ritan dhe takimi u zhvillua në shtëpinë e saj në Lower Pilsey më 12 gusht 1997. Në letrën e shkruar me dorë, Diana e falenderon në Ritën për mirësinë dhe bujarinë e jashtëzakonshme dhe shton se miqësia e saj është tepër e çmuar dhe vlerësuar. Një muaj pasi Diana e shkroi këtë letër, u transmetua intervista e saj famkeqe për BBC-n Panorama me gazetarin e turpëruar Martin Bashir. Korrespondenca e datës 23 tetor 1995 dhe e shkruar në letër me stemën e pallatit Kensington thotë: "Kjo letër ka vonuar gjatë, por vjen vërtet nga zemra. Doja shumë të dija se sa thellë i vlerësoj bisedat tona dhe pas gjithë asaj që i jep të tjerëve, ti përsëri gjen kohë për këtë. Gafore të veçantë. Ti, Rita, je jashtëzakonisht e mirë dhe bujare me mua dhe kjo vlerësohet dhe çmohet tej mase. Faleminderit." Princesha fluturoi me Dodin në një helikopter për të takuar Ritën në shtëpinë e saj në 12 gusht 1997. Çifti kaloi 90 minuta me fallxoren. Rogers, e cila është me prejardhje Rome dhe tani në të 80-tat, kujtonte më vonë: "Ajo telefononte të paktën një herë në javë për të parë si isha, si edhe për lexime. Kur vinte të më takonte më përqafonte fort. Gjithmonë më linte një dhuratë. Kemi bërë shumë të qeshura dhe kemi pasur një marrëdhënie të jashtëzakonshme. I kisha thënë se do të takonte një burr të huaj me inicialet D në ujë dhe se burri do të ishte i lidhur me industrinë e filmit. Jo shumë kohë më pas, ajo më telefonoi dhe tha: "Rita, merr me mend ku jam. Jam në një varg me një burr që sapo e kam takuar, të quajtur Dodi Fayed." Leta, prej 2 faqesh e nënshkruar me dashuri Diana, ka dalë në shitje nga një koleksion privat në Ankandin e Londrës me një vlerësim prej 1500 deri në 2000 pound. Shitja zhvillohet më 31 janar. Specialistja Valentina Bocci tha: "Shitja aktual e ka bler letrën në tregun londinez disa vite më parë. E dim që Diana mbështetej te astrologët dhe spiritualistët, duke shpresuar të gjente mbështetje dhe udhëzim emocional. Perceptimi i përgjithshëm është se kjo vinte nga vështirësitë në martesën e saj me princin Charles."